Cilat janë trendet e reja, Edisa? Trendet e reja. Si vjet trendi më i madh në pjesën e personave të cilët kërkojnë bukurinë natyrale, trendi më i madh janë biostimulantët. Një nga më të fortët, më të fuqishmit, sot për sot në treg në botë, janë kategoria e polideksanoneve jumper. Jumperat për shembull janë biostimulantë shumë të fuqishëm që bëjnë rigjenerim, riparim, ngritje të strukturave muskulare, nuk punojnë vetëm sipërfaqen, punojnë edhe një shtres më poshtë. Nëse ne bijem në strukturë me kalimin e viteve, me jumperin ti rregullon jo vetëm pjesën jashtë, po edhe shtresën e dytë, le të themi, dhe ato që quhen ligamentet ose skelat e lëkurës. Pastaj nëse do kirurgji dhe diçka më thellë, hyn dhe pak më thellë për të bërë gjëra të tjera. Me jumper bëjnë të gjitha moshat? Të gjitha moshat. Të gjitha moshat është do me thënë ne kemi një shprehje që e themi pak për të qeshur, dhe kemi fjalën kur themi në momentin që ti fillon jumperin atë moshë do ngelësh. Kështu që sa më shpejt ta kapësh, aq më shpejt e fiton atë gjë. Ka ndonjë efekt ansor ose potencialisht? Absolutisht, asnjë efekt ansor, maksimumi dhe nëse dikush nga ne që aplikon bëjmë gabim, do ta tresi trupi brenda 60 ditëve, nuk është më aty. Nuk ka fare asnjë lloj rrisku. Pra, është kolagjen që ta kuptojmë më thjesht? Nuk është kolagjen, është suturë, qepje, nga sutura me cilën qepim zorrën, zemrën, organet të cilat janë në lëvizje gjithkohë, që duhet të rri kohë të gjatë, që trupit i duhet kohë e gjatë që ta tresi, por ndërkohë të ketë fuqi që të riparojë dhe të rigjenerojë atë zonën e dëmtuar.